është emigracioni për të ardhmen e vendit? Çfarë duhet të bëjë për shembull shteti dhe shoqëria për ta zvogëluar këtë humbje kaq të madhe të kapitalit njerëzor? Humbje kaq të madhe të kapitalit njerëzor. Emigracioni sa kërcënim është. Po, emigracioni prapë përsëris lëvizje popullatës në varet prej udhëheqësisë shtetit. Udhëheqësia ka obligim mbi të gjitha ligjor edhe moral. E tash, në këtë kohë ne jemi në një situatë që në një gjendje që mjaft të varfër, pa punësi e madhe, shprandaj emigracioni është i mundshëm. Këtë dukuni ka qenë me kohë të shqiptarët, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Prandaj shkrimtarët e kanë trajtuar këtë problem. Po pse? Kemi qenë të pushtuar me shekuj ne. Prandaj ai pushtim ka lënë pasoja në popullin tonë edhe sot ne nuk mund të jemi për shembull të matemi me Zvicrë, me Gjermani, me Francë e tjera. Prandaj njerëzit tanë kërkojnë atje ka punë, ka punësim, ka të interesuar me shku, po fatbarësi është që njerëzit tanë jenë shumë ndershëm në punë atje. Unë kam dëgjuar se edhe nxënësit shqiptarë në për shkolla jenë nxënës të zgjuar, jenë nxënës që të kanë treguar rezultate të mëdha në arsimim e në sjellje edukative. Por edhe punëtorët tanë, megjithatë ka ndonjë rast që nuk do të them se jemi bashkë. Megjithatë populli jonë është popull i edukuar, popull i ndëgjueshëm, popull punëtor, e kështu me radhë.